Andrew qëndroi ulur në dhomën e tij të ndenjës, duke parë fotografi në duart e tij që dridheshin. Ai ndier sikur zemra ishte shkëputur nga krahërori. Nuk mund ta besonte sa mizor kishte qenë fati. Do të kishte qenë një gjë nëse dikush do të humbiste ose do të zhdukej, por kur bëhej fjalë për një grua të moshuar, atëherë situata bëhej vërtet serioze. Çfarë lloji rreziku mund të ishte për gruan e moshuar të gjor? Policia i kishte thënë tashmë Andrewt se po bënin çdo gjë që mundin për të gjetur nënën e tij, por ai e dinte si përfundonin shpesh këto gjëra. Ajo kishte qenë e zhdukur për më shumë se një javë dhe nuk ishte vërtet askënd tjetër përreth që mund ta ndihmonte. Ai e dinte se nëse do ta gjente, do të duhet ta bënte vetë. Fatmirësisht, Andrew ende kishte çelësin rezervë të shtëpisë së saj. Ai vendosi se do të duhet të bënte hetimet e tij. Shkoi me makinë të shtëpia e saj dhe hapi derën e përparme, diçka që nuk e kishte bërë që kur policia kishte udhëhequr hetimin. Hyri brenda dhe eci nëpër shtëpinë e saj. Gjithçka ishte ashtu siç ajo e kishte lënë. Kjo e rikujtoi kujtime të vjetra dhe ishte vështirë për të parë, por ai ishte gati të gjente një pistë. Atëherë Andrew gjeti një grumbull letrash në tryezën e ngrënjes. Në krye të grumbullit ishte një zarf i hapur me një shënim gjysmë të dalë jashtë. Ai vendosi ta shikonte, pa pasur asnjë ide se çfarë mund të ishte. Shënimi drejtoi nënës së tij, Judith, por nuk ishte veçanërisht miqësor. Shënimi dukej se e kërcënonte. Atëherë ai e kuptoi se nga kush vinte. Shënimi ishte nga fshinji në anën tjetër të Nkardhit. Por pse po e kërcënonte? Sa më shumë lexonte, aq më shumë gjithçka filloi të kishte kuptim. Dukej se nëna e tij dhe fshinji kishin pasur një lloj mosmarrveshje që ishte kthyer në diçka të shëmtuar. Ai e dinte se hapi i tij i radhës duhet të ishte të kontrollonte atë. Kishte vetëm një gjë për të bërë. Ai u ngjit në shkallë drejt katit të dytë të shtëpisë së nënës së tij dhe gjeti një dhomë që shikonte nga oborri i pasëm i fshinjit. Atëherë dëgjoi tingullin e metalit që godiste tokën. Vendosi të hidhte një vështrim mbi mur dhe, sigurisht, fqinji Judith ishte në oborrin e tij të pasëm, duke menduar se askush nuk mund ta shinte. Gjithë gjaku ju zbe nga fytyra e Andrewt kur vuri re se çfarë po bënte. Ai po gërmonte drejt në tokë pa pushim, sikur nuk kishte zgjidhje tjetër. Por çfarë po bënte? Një frikë e madhe e pushtoi ndërsa mendonte për mundësitë e saj që mund të ishte duke bërë fshinjin e tij. Ai e dinte çfarë duhet të bënte. Përtiti si një kafshë dhe vrapoi drejt tij, por ndoshta duhet të kishte thërritur për ndihmë. Andrew Fitzgerald gjithmonë kishte qenë një djalë i zgjuar me një intelekt të jashtëzakonshëm, duke u rritur prindrit e tij inkurajuan të shkëlqente në shkollë që të mund të arrinte gjëra të mëdha. Por kjo nuk do të ishte aq e thjeshtë. Pak para se Andrew të diplomohej nga shkolla e mesme, tragjedia goditi. Do të ishte diçka nga e cila do të ishte vështirë të rikuperohej. Si fëmijë i vetëm, familja e tij ishte nëna dhe babai. Por në vitin e tij të fundit të shkollës së mesme, babai i tij vdiq tragjikisht. Kjo ishte diçka që do t'i merrte vite Andrewt për ta kapërcyer, po për nënën e tij gjërat nuk do të ishin kurrë më të njëjta. Ajo kurrë nuk do ta kapërcente vdekjen e burrit të saj. Kjo është ajo që komprometoi të ardhmen e Andrewt për disa vite. Pasi babai i tij vdiq, Andrew ndihmoi në mënyrën e vetme që mundi, qëndroi me nënën e tij dhe u kujdes për të, në vend që të shkonte të studionte në një universitet. Ai gjeti një punë modeste dhe për një kohë gjërat ishin mirë, por Andrew gjithmonë dëshironte të mund të shkonte ende të studionte. Gjithçka nuk do të mbetej e njëjtë për gjithmonë. 3 vjet pasi babai i tij vdiq, ai më në fund i tha nënës se do të largohej nga shtëpia. Ai kishte nevojë të jetonte jetën e tij dhe, me shpresë, të krijonte një familje. Ajo e kuptoi dhe i dha bekimin e saj. Ai arriti të gjente një apartament të vogël në anën tjetër të qytetit që mund ta përballonte. Madje filloi të kursente për arsimin që ëndërronte. Me Andrew që filloi një arsim të ri dhe punonte në të njëjtën kohë, ai nuk kishte shumë kohë për shumë gjëra të tjera. Kjo do të thoshte si vizitat e tij mujore te nëna u kthyen në diçka që ndodhte rrallë, si një herë në hënë të plot. Ai ndihej keq, por ende telefononte çdo javë për të parë si ishte, vetëm se dëshironte të mund ta kishte parë më shpesh. Vitet kaluan kështu me Andrew që kishte pak kohë të lirë dhe nuk e shinte nënën e tij sa do të donte, por ajo kuptonte dhe kur nuk ja shfrynte zhgënjimet e saj. Pastaj një ditë Andrew mori një telefonat nga nëna e tij. Ai ishte i zënë duke shkruar tezën e tij dhe nuk mundi ta merrte telefonatën. I dhimbte ta bënte, por refuzoi thirrjen dhe vazhdoi me punën. Andrew e dinte se mund ta kompensonte me nënën e tij nëse e telefononte të nesërme në mëngjes. Ajo do ta kuptonte që ai ishte i zënë. Pra ai nuk e kishte idenë se ky ishte shansi i tij i fundit për të folur me të.
Vazhdoi me punën e tij gjatë gjithë natës dhe harroi telefonatën. Kur mbaroi punën, shkoi direkt në shtrat, por gjëra do të merrnin një kthes të errët në mëngjes. Andrew zgjua dhe u përgatit për rutinën e tij të mëngjesit, por para se të mund të bënte shumë, pa telefonin e tij duke rënë. Nuk ishte një numër që ai e njinte, por e mori gjithsesi për çdo rast. Kur u përgjigj, një person me ton autoritar foli dhe ai ishte gati të merrte lajmin më të keq të imagjinueshëm dhe gjithçka kishte të bënte me nënën e tij. Andrew Fitzgerald pothuajse u rrëzua kur mori telefonatën, kur nuk e kishte menduar se diçka e tillë mund t'i ndodhte atij. Personi në anën tjetër të receptorit ishte një oficer policie. Ata i thanë se nëna e tij Judy nuk ishte parë për ditë me radhë. Një vrapues kishte gjetur derën e shtëpisë së saj hapur dhe kishte thirrur policinë, por ata nuk mundën ta gjenin askund. Andrew ndjeu pendime të forta, ndërsa mendonte për herën e fundit që e kishte parë. Ai ishte larguar nga shtëpia gati 5 vjet më parë dhe telefononte rregullisht, por dëshironte të kishte vizituar më shpesh. Jeta e tij ishte aq e zënë sa nuk kishte pasur kurrë kohë ta shinte, por tani duke sikur mund të mos e shinte më kurrë. Nuk dinte çfarë të bënte. Hapi i parë ishte të fliste me policinë. Andrew shkoi në stacionin e policisë për të folur me ta rreth zhdukjes së nënës së tij. Ata kishin nevojë që ai të jepte një deklaratë dhe nëse dinte pak për atë që kishte ndodhur. Ai u tregoi pak për të, por përveç kësaj nuk ishte shumë që mund të bënte për t'i ndihmuar. Ata e siguruan se do të bënin gjithçka që mundin për ta gjetur, por ai e dinte çfarë do të thoshte kjo. Policia dërgoi një grup kërkimi dhe shikoi rreth qytetit për gruan e moshuar, por Andrew dinte se nëse nuk e gjenin brenda 48 orëve të para, shanset për ta gjetur do të uleshin ndjeshëm. Gjithçka që Andrew mund të bënte për momentin ishte të shpresonte se fati i saj ishte në duar më shumë se të afërta. Por kërkimi nuk do të nxirrte asgjë. Kaluan disa ditë dhe realiteti i asaj që po ndodhte vërtet filloi të vendose në mendjen e Andrewt. Mendja e tij filloi të errësohej ndërsa imagjinonte të mos e shinte më kurrë gruan që i kishte rritur. Ajo ishte familja e tij e vetme. Pa të, ai nuk do të dinte çfarë të bënte. Do të ndiej vërtet i vetëm pa udhëzimet e nënës së tij. Kjo është arsyeja pse vendosi se duhet të bënte diçka për këtë. Andrew qëndroi ulur në dhomën e tij të ndenjës duke parë fotografi në duart e tij që driteshin. Ai ndjej sikur zemra ishte shkëputur nga krahërori. Nuk mund ta besonte sa mizor kishte qenë fati. Do të kishte qenë një gjë nëse dikush do ta humbiste ose do të zhdukej, por kur bëj fjalë për një grua të moshuar, atëherë situata bëj vërtet serioze. Çfarë lloj rreziku mund të ishte për gruan e moshuar të gjor? Policia i kishte thënë tashmë Andrewt se po bënin çdo gjë që mundnin për të gjetur nënën e tij. Por ai e dinte si përfundonin shpesh këto gjëra. Ajo kishte qenë e zhdukur për më shumë se një javë dhe nuk kishte vërtet askënd tjetër përreth që mund ta ndihmonte. Ai e dinte se nëse do të ta gjente, do të duhet ta bënte vetë. Dhe këtu kthehemi te pamja e tij në murin e pasëm të komshiut. Ai bërtiti si një kafshë dhe vrapoi drejt fshinjit, por ndoshta duhet të kishte sjellë ndihmë. Ai nxitoi drejt gardit dhe shikoi mbi të. "Hey, çfarë po bën?" I bërtiti fshinjit që po gërmonte gropën. Ai u kthye i befasuar se dikush e kishte parë duke bërë gjëra të dyshimta. Atëherë filloi përballja e vërtetë. Andrew ishte gati të përdorte dhunë, por fshinji ishte gati të shpjegonte të vërtetën. "Ti je djali i Judit?" "E po, ajo më shkaktoi shumë telashe. Ai sa më duhet ta bëja këtë," bërtiti ai duke parë gropën. Çfarë kishte bërë? Andrew kaloi gardin dhe filloi të ecte drejt tij. Atëherë fshinji u ndërhoq. "Çfarë i ke bërë në nësime?" bërtiti ai ndërsa i afroi fshinjit, por gjithçka ishte një keqkuptim. Fshinji filloi të shpjegonte gjithçka. Ajo nuk më lejoi të krijoja një vrim shpimin në pronën time, madje ajo bëri një shoqat lokale të pronarëve të shtëpive të më ndalonin, por tani që ajo është jashtë qytetit, mund ta bëj pas shpinës së saj. Atëherë Andrew ndal në vend. "Çfarë do të thuash me jashtë qytetit?" tha ai me një vështrim. Fshinji pastaj shpjegoi se Judit kishte marrë një autobus për të dalë jashtë qytetit për të vizituar varrin e burrit të saj. Por pse nuk i kishte thënë atij? Sidoqoftë, ai u letësua kur dëgjoi se ajo ishte mirë, dhe nëse nuk mund ta kontaktonte. Ju pëlqen kjo histori prekse dhe befasuese? Nëse po, ju ftojmë të na lini një koment duke shprehur mendimin tuaj.